Menoj që më është mu dashurua, më nuk është afatgjate. Jo, nuk jam tip që kontrolloj, absolutikisht heq nuk kontrolloj në lidhje, po vetë zoti qika vja u qanë me gjitë, që po të rëthëm, vetë zemra e famnës e ndjen që qaj mashkull është të bo diçka gabim. Me më rejt në ashtë e kësha faj, se këtë rajna ka pak, po me më të rëthu jo, se kësha faj. Njëri që të rëthon njëherë, të rëthon gjithë. Femrat, menoj unë që femrat jenë të rëthu ma shumë të. Atëherë kam që mi pytë ka pak. Hajde. A mund është mu dashuru në pamje të jashme një person? Menoj që më është mu dashurua, më nuk është afatgjate. Se nëse menon me që jetë me dikon shumë ma ko gjatë, kemi adosh ma shumë personalitetin, karakterin, shtu sene që të bojnë ma shumë me konë me një lidhje ma gjatë. E sa mu dashuru me një djallë në shikim të po, shithojnë anë po me tjashme, menoj që nuk kam me zgatë ma shumë se dhere sa e kaldonaj karakterin ose personalitetin e vetë. Shtu dashuru është letë? Ona dashuru në letë? Jo, heq, jo. Ona ere dashuru në? Jo, si më konë. Simpati? Me të simpati. Simpati po. Po, simpati kena krajt, amo, kështu jo. Që ka të me pas me mashkull që ti me t'i plëcu gjitha ato kriteret që për ty kish me bo? Menoj veç me konë shumë i qetë, me ditë me më respektu, edhe me pas karakterin edhe respektin ma të modhen që unet me pas një djallë. Qëto? Dashuria por, a mu të harrohet? Po, si të gjanë tjetëri. Po të po, a? Po, Harrohet, a? harrohet. E këta që thojnë, por, as dashuria por së harrohet kërë. Menoj që harrohet. Kur vjen një njëri pak ma i mirë që din me të respektu ma mirë, besoj që harrohet shumë shpejt. S'ko ka vërtet që thojnë së harrohet këta? Unë menoj që s'është e vërtet. Se si të vjen edhe njerë e thash një njëri shumë ma i mirë, edhe që din me të vlerësu edhe din me të respektu mirë, besoj që harrohen. Kitë sa në të harrohen. Që ka të kishë pengu të një mashkull me një lidhje serioze? Të një mashkull me një lidhje serioze, që më kishë pengu, me më rajt. Edhe na tu sanë që thuin, po gjithë kusht rangë që të dane, sanë që jo me më rajt. Kishtë ratu ose me të rajt diqka? Me më rajt në ashtë e kësha faj, se këtë rajna ka pak, po me më të rëthu jo, se kësha faj. Që të ratu, aj? O, intuita e famnës nuk ranë, këtë qikat e din që intuita e famnës nuk ranë. Që shë kështë rëndzohë? Që të ratu për shumë? Tash, jo, nuk jam tip që kontrolloj, absolutikisht heq nuk kontrolloj në lidhje, po vetë zoti qika vja u qanë me gjitë, që po të rëthëm, vetë zemra e famnës e ndjen që qaj mashkull është të bo diçka gabim, ose pa morë parasysh të rëthia, ose të sanë tjera vetë e vrenë që është të rëthu. Se do në atë person shumë të atë zemra, s'po mund është me lonë ato. A e kështë falë një herë të vetëme? Jo, kur, absolutikisht kur, heq. Kur se kisha falë që të rëthi, që ma ka bo. Se njëri që të rëthon një herë, të rëthon gjithë. Është rana jo që thuaj një herë pja fali se tani mu nuk të rëthon, menoj që gjithë që njëri që të rëthon një herë, ka me të rëthu gjithë. Po të ratojnë si pas tema shumë me shpëta. Femrat, menoj unë që femrat jenë të rëthu ma shumë të. Se pja po dishysh po kanë qëta shumë ma shumë hapsirë për gjithë shka. Unë e menoj qëta, në ashta edhe djemë të rëthujnë, se e dina që të rëthujnë, po ma shumë qëta që të kuon që u ardhë, liria e tepër të famnavë, po menoj që po të rëthujnë. Tash jo krejt, po në ashta 60% që i famnat janë të rëthu ma shumë. Në vetë një famë një tërviz dheri tash që ka pranu që famnat të rëthujnë. E sinqerë po bjerë? Nuk e di. Unë menoj që ashtu. Tash famën jënë vetë, apo kuptan, amo menoj që famnat të rëthujnë ma shumë. Qëka që të pengon të famnat, që kështë tash të shirë me ndryshua? Që më pengon të famnat, zhveshja e tepërt. Shumë janë të është të eskalu që kjo teshat, janë të desh në ekstrem shumë që si ka hije një famnës me konë që ka që zhveshën. Po ditë ku jena ina në deti, a ku jenë? Se di ato, veç unë e menoj që to.
Unë i kusha thonë qika për mos mu zhvesh, qika shumë se karakteri e zbulon ndryshe veshja normale. Në sytë njerëzve duke është ma e, shme thonë, ma e bukur nëse nuk zhveshë shumë. Se kallëzën, adin poqën shpirtnore, i kallëzën qëto jo veç trupin. Që kjo është. Që zhveshja një personalitet e tregon të një person. Jo, se menoj qëto. Amo në sytë njerëzve, që tash e dina që na të jetu në Kosovë, në sytë njerëzve menoj që duke shumë ma kesh nëse veshë shumë provokative dhe nuk i ka hije fam nëse mu veshë shumë provokative. Tani me sanej, vëjnë ato provokimet? Po, E me shkoj, Po. s'ka ku shkojnë as ato. po, e vërtet. Po. Shumë e vërtet. Amo, se di. Dhe që shumica e femrave bën me ranë qendër vëmendjes këto. Jo, se menoj këtë sanë, se cili e ka veshën e vetë, mënyrën që shveshët, po menoj që thjeshtësia është ma e bukra e famnës. Sa ma thjesht që dokësh, jo me i kapi shumë i tepër, që to janë që tregojnë thjeshtësinë e një famnës, bukurinë e një famnës. Pëlqen, një femër jo shumë E ngarkume, po. do të thënë je kundër këtyn me botoksave, fillerave. Jo, s'jom në kundër, po gjithçka me mos, jo me kanë ashtu shumë e tepër. Se bën, pse është atin qefi njerit, nëse diçka të pengon të vetja, mund është me bo, ama jo me tepru ashtu shumë. Sa ma pak, që është ma bukur, edhe dukesh ma e thjesht, që kjo është. Qa kishe po diçka ndryshim, intervjuje për shkak ti? Una, Po, diçka që qëta kisha ndryshim, jo, kur gjo heq, Tek natyral. rejt naturale. Fond për një mesazh që ta kam. Këshill. Që i shepin për jetë. Veç me kon vetë vetja. Që kjo. Sa ma vetë vetja që je, edhe njerës kemi bo ma shumë pozitiv, që kjo është, me bo që ato që atë jedën. Edhe veç me kon vetë vetja. Faleminderit shumë. Heq kur gjo.